Sot fillon dita e zgjedhjeve. Për këtë ditë KQZ-ja ka qenë angazhuar veç që nga shpallja e ditës së zgjedhjeve për përgatitje dhe të gjitha përgatitjet deri me sot kanë përfunduar. Tash fillon procesi zgjedhor dhe pas kësaj dite fillon edhe numërimi në të gjitha qendrat komunale të numërimit. Në esencë është në këtë qendër do të thotë në orën 7 ka fillu procesi zgjedhor. Unë besoj që edhe në gjithë territorin e Kosovës sot ka fillu veç në orën 7 procesi zgjedhor. Me këtë i bëj thirrje të gjithë qytetarët të Republikës Kosovës që të dalin dhe të shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese për të votuar. Me zgjedhjen e tyre do thotë të zgjedhin përfaqësuesit tonë për Kuvendin e Republikës Kosovës. Dje është votuar në përfaqësitë tona që i kemi hapur si qendrat votimit dhe çdo gjë ka shkuar mirë. Sipas informacioneve në këtë mëngjes, pa 4 qendrat e votimit në Kanadë dhe në Amerikë kanë qenë diku rreth 81% të votuesve me drejt vote që kanë votuar. Presim edhe të dhënat nga New Yorku, nga Kanada dhe Amerika. Dua ta ritheksoj edhe një herë kërkesën e KQZ-s ndaj këshillave të vendvotimit, ekipeve të numërimit që të kenë kujdes të respektojnë ligjin dhe rregullat e KQZ-s në gjatë këtij procesi zgjedhor, po ashtu edhe kërkoj edhe nga qytetarët dhe nga të gjithë të involvuarit në këtë proces që të respektojnë rregullat dhe ligjin